përshëndes nga edicioni qendror edhe këtë të shtunë do të ndajmë zhvillimet kryesore më gjerësisht. Do të ndalemi pikërisht tek turizmi në kohën të pranverën e dytë, ku Vlora pushtohet nga turistët e huaj. Kryesisht italian, por nuk mungojnë as nga vendet të largta si Suedia, duke thënë se po e shijojnë për disa ditë klimën e favorshme dhe detin, të cilin e përshkruajnë si të magjishëm. Pranvera ngroja e temperaturave ka sjell drejt Vlorës me dhjetra turistë huaj, ata janë kryesisht italian, por nuk mungojnë as nga vende të largta si Suedia. Turistë të cilët, siç tregojnë dhe vet, kanë ardhur për pushime disa ditore në Vlorë për të shijuar klimën e favorshme dhe sigurisht detin, të cilin e përshkruajnë si të magjishëm. Turistët e huaj kanë zgjedhur pranverën për pushime për shkak të pauzës nga puna apo shkolla e fëmijëve, por që me shikim të parë janë të dashuruar me qytetin, ku sipas tyre mund të gjesh të gjitha, relievin malor dhe detin në të njëjtin vend. Krahasuar me vendet e tyre të jetesës, për ta moti është shumë ndryshe, më shumë i ngrohtë. Vlerësime kanë dhe për qytetarët, duke i cilësuar të sjellshëm, por dhe për ushqimin, vendas të cilin e përshkruajnë si shumë të shijshëm. This place is beautiful but is dirty, and I think it's necessary to clean up with the. Ky vend është shumë i bukur, por mendojmë gjithashtu se ka tepër ndotje. Ndaj themi se është tepër e nevojshme që të pastrohet. Mendoj se do të ishte mirë që në pastrim të organizoj diçka, ndoshta me shkollat që të pastrohet. Do të ishte ide e mirë. Ne vim në Vlorë nga Italia, nga Milano. Milano. Yes. Italy. It's your first time in Romania? No, the second time, but it's the first Është hera time jone e in dytë në Valona. Shqipëri dhe hera jone e parë në Vlorë. Ne kemi qenë këtu në vitin 1996-98, por kemi qëndruar aso kohë në veri, pranë Tiranës. Ndërsa tani po vizitojmë këtë qytet. Është shumë i bukur, sepse plazhi është tepër i madh dhe i bukur. Now I see only this place, but it's very beautiful because the playa is big. We from Sweden. Ne jemi nga Suedia. Ne nuk e njohim shumë qytetin, sepse kemi arritur këtu dje, por me sa po shohim duket shumë i bukur. Një plazh shumë i bukur. Nuk dim shumë, por mendoj se ka ardhur koha të zbuloj më tepër, pasi kemi tepër dëshirë. Yeah, it's nice. Compared to Sweden, the weather is much warmer here, so very. Këtu është shumë mirë, shumë bukur, duke e krahasuar me Suedin, moti është shumë i mirë. Më së shumti ne tashmë po shijojmë motin e mirë në këtë qytet. Zgjodhëm këtë periudhë të vitit për të pushuar, për shkak se fëmijët tanë kishin pushim nga shkolla dhe zgjodhëm që të kishim pak kohë për veten tonë dhe pushime. Ne qëndruam 2 ditë në Tiranë dhe më pas erdhëm drejt në Vlorë. Do të qëndrojmë këtu 2 apo 3 ditë, e më pas nuk e dim. Ne kemi makinë dhe do të vizitojmë edhe disa qytete, por momentalisht nuk kemi plan. Nuk e njohim shumë qytetin, por në shikim të parë më pëlqen deti, klima, malet që gjenden këtu. Ne nuk e kemi këtë gjë në Suedi dhe më pëlqen shumë. We don't have views like this in Sweden, so we like the view here very much. And the people are very nice here. I think, yeah. Në qytetin bregdetar të Vlorës çdo ditë, por veçanërisht për gjatë fundjavave, mund të takosh me dhjetra turistë huaj. Të shumt në numër janë europiano-lindorët dhe perëndimorët, por nuk mungojnë as turistët nga lindja e mesme, Azia dhe deri tek Amerika dhe Australia e largët. Qyteti bregdetar i Marës do të çelë zyrtarisht sezonin turistik nga 1 në 3 maj, duke ftuar vizitorët vendas dhe të huaj në një atmosferë të veçantë. Aktiviteti i 3 ditor synon të promovojë vlerat më të mira të zonës, duke ndërthurur historinë dhe trashëgiminë kulturore me plazhet e virgjëra dhe kulinarinë e pasur shqiptare. Qyteti bregdetar i Marës do të çelë zyrtarisht sezonin turistik në datat 1, 2 dhe 3 maj, duke ftuar vizitorët vendas dhe të huaj në një atmosferë të veçantë në perlën e jugut. Ky aktivitet 3 ditor synon të promovojë vlerat më të mira të zonës, duke ndërthurur historinë, trashëgiminë kulturore, plazhet e virgjëra, traditën dhe kulinarinë e pasur shqiptare. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia njoftoi se për gjatë 3 ditëve i Mara do të gjallërohet nga një sër aktivitetesh sportive dhe kulturore, panajire dhe ekspozita që prezantojnë produktet dhe artizanatin vendas.
Programi parashikon zhvillimin e sporteve ujore, kënde argëtimi për fëmijë si dhe koncerte muzikore, që do të sjellin atmosferën e verës që po afron. Çelja e sezonit turistik në Imar do të jetë një udhëtim që bashkon historinë, trashëgiminë kulturore, plazhet e virgjëra, traditën dhe kulinarinë e pasur shqiptare. E do të rikthehemi në aktualitet ku shërbimi social shtetëror në Vlorë ofron ndihmë ekonomike dhe mbështetje për fëmijët me aftësi të kufizuara apo ata me status jetimi përmes qendrave ditore. Sipas drejtorit të këtij shërbimi në Vlorë, Eno Koleka, për fëmijët me aftësi të kufizuara ndihmat ofrohen edhe nëpërmjet aplikimit të programeve në këto qendra. Shërbimi social shtetëror në Vlorë ofron ndihmë ekonomike si dhe mbështetje përmes qendrave ditore për fëmijët me aftësi të kufizuar apo ata me status jetimi. Drejtori i këtij shërbimi në Vlorë, Eno Koleka, konfirmon se për fëmijët me aftësi të kufizuara ndihma ofrohet edhe nëpërmjet aplikimit të programeve në qendra ditore, ndërsa për fëmijët me status jetimi i jepet një pagesë e veçantë, e cila sipas tij është në vlera të konsiderueshme. Programe specifike referuar fëmijëve ne ofrojmë në qendra ditore të përkujdesit për personat me aftësi të kufizuar. Duhet thënë që ka nevojë akoma më tepër për këto shërbime. Një program shumë i mirë që do të ndodhi së shpejto ka të bëjë me rritjen e pagesës për personat me aftësi të kufizuar për personat autik dhe për kujdestarët e tyre. Flitet për 2 fishim pagese. Për statusin e jetimit marrin një pagesë të veçantë, pagesa është e konsiderueshme, ndërsa për fëmijët e tjerë që kanë probleme sociale brenda familjes, nuk është se kanë ndonjë lloj specifike në pagesën e tyre. Ato trajtohen si familje me probleme sociale dhe përfitojnë një pagesë të caktuar. Kuptohet që gjithë tendenca është tek shërbimet. Ndërkohë, lidhur me të moshuarit, Koleka ka theksuar se mbështetja për këtë kategori vjen përmes institucioneve të pushtetit vendor. Ai nënvizon se duhet më shumë vëmendje ndaj tyre, sidomos kohët e fundit kur është vënë re një rritje e kërkesave për të sistemuar në institucionet e kujdesit shoqëror, ndërsa kapacitetet mbeten të kufizuara. Për të moshuarit nuk është se kemi shërbime specifike. Shërbimet që mund të ofrohen janë nga shërbimet mbështetëse të bashkisë dhe shërbimet lëvizëse që mund të kenë bashkitë, pasi ato kanë aplikuar dhe kanë përfituar nga fondi social. Vihet re një tendencë në rritje për kërkesat për të sistemuar në institucionet e përkujdesit shoqëror për të moshuarit, po kapacitetet në institucione janë të kufizuara. Prandaj duhet që pushteti lokal duhet të ofrojë shërbime për këtë kategori të moshuarit. Shërbimi social shtetëror ofron disa programe mbështetëse për kategori të ndryshme, ndërsa në disa raste kjo ndihmë përcaktohet edhe në bashkëpunim me pushtetin vendor. Dhjetra banorë të njësisë administrative e Cakran janë mbledhur në një protestë për të kundërshtuar vendimin e qeverisë për zhvendosjen e disa shërbimeve drejt njësisë së Levanit. Sipas tyre, vendimi rëndon jetën e përditshme, pasi duhet të udhëtojnë rreth 27 kilometra për të marrë shërbimet bazë. Dhjetra banorë të njësisë administrative të Cakran u mblodhën paraditën e kësaj të shtunë në një protestë për të kundërshtuar vendimin e qeverisë për zhvendosjen e disa shërbimeve drejt njësisë së Levanit. Të revoltuar qytetarët shprehen se ky vendim rëndon jetën e përditshme, sidomos për të moshuarit të cilët kanë të pamundur të udhëtojnë rreth 27 kilometra për të marrë qoftë shërbimet më bazike. Sipas tyre, një pjesë e madhe nuk kanë as mundësi financiare, e po ashtu as njohuri për të përdorur shërbimet online. Cakrani, historikisht, që në kohën e antikitetit, është qytet, është qyteza, Gurzeza, që është 2400 vjeçare. E rrethuar lart në Kodër, 23 hektar, qytet. Dhe sot, Cakrani të shkojë në Levan, është tur për neve, për si zonë. Jo po që të linë si fëmijët tanë, edhe të marrin qytetarinë e Levanit, nuk kemi gjë me komunitetin rom, po, nuk kemi rom, jemi autokton. Për neve është, çfarë them unë, është ulje, është ofendim. Në ana e qeverisë, në ana e pushtetit qendror, nuk e di si mund të them. Konsultim nuk ka patur me banorët? Absolutisht jo. Të gjitha shërbimet, po gjersaj, po iku gjendja civile, iku ish komuna kjo, si quhet njësia administrative. Avash do iki spitalit, ikin e shkollat, pasaj çaj i bie te neve, ngelemi ne si fshatrat e humur të përmetrit e të pelenës lartë. Nga pikpamja demografike, zona e Cakranit është zona më e madhe në Republikë, ka pasur 23.700 banor, është në kodën e 17.300 banorëve sot, pasi lëvizjen në emigracion. Qeveria
duhet t'i shërbej popullit me zyrat administrative sa më afër dhe jo t'i largoj. Ne nuk njohim bindje partijake të majta të djatha, por kërkojmë në emër të popullit që t'i shërbehet këtij komuniteti, pasi forca aktive është larguar dhe pjesa më e madhe janë pleq dhe pensionista. Pra, ne nuk u shërbejmë, por i torturojmë, i lëmë që të vuaj dhe ikim larg dëshirave dhe mundësive për të shërbyer këtij komuniteti. Nëse qeveria do ta shikonte të arsyeshme, unë do të kisha mendimin tim dhe të pjesë më të madhe, sepse edhe lidhjen me pikpamjet demografike ne kemi me Fjenin, se kemi me Levanin. Pra, akoma më keq e shkatrojnë të ardhmen e këtij komuniteti. Në emër të popullit, nëse qeveria dëgjon, hap veshët dhe syt, të shikoj kërkesat dhe hallet e këtij populli dhe t'i shërbej këtia dhe jo ta torturoj. Arsyeja e protestës sotme, ne jemi informuar nga media dhe nga personat të tjerë që qeveria ka marrë një vendim, se nuk kemi dëgjuar vetë qeverinë, ka marrë një vendim që të bëjë zvoglimin e njësire vendore dhe sidomos transferimin e gjendjeve civile në të gjithë qarkun e Fierit, dhe nga nuk e di se ishte numri i gjendjeve civile, të reduktohet të shkojnë në 4-5 njësi, ose gjendje civile në 4-5. Kështu që Cakan e kanë çuar me Levanin. Dhe neve historikisht qëndrojmë 1 milion herë larg nga Levani në të gjitha drejtimet. Ne Cakanjotët jemi autokton sot e 200 vjet para dhe nuk kemi heterogjen. E para kemi një histori që nga Gurzeza, që jemi autokton 2000 ca vjet para. Përshëndaj Cakani sot përbëhet për 17.000 banorësh me certifikate, bëhet nga 13 fshatra me vull dhe i ka të gjitha kriteret e një bashkie. Do thonë kemi sot mbi 13 fabrika vaj, super kështu markete, kemi shkollë të mesme, shkollë nënvjeçare. Është një zonë e populluar. Është një zonë e populluar dhe është fatkeqësi e madhe që këta 17.000 banorë transferohen dhe shkojnë në Levan për një certifikat. Ku në Levan do të jenë 2 punues gjendje civile. Le të rrinë njëri në Cakra, le të rrinë njëri në Levan. Po qëse qeveria nuk ka lek për të punësuar, të rrinë njëri në Cakra. Le të shërbejë Cakanjotët, jo të shkojnë Cakanjotët në Levan. Është turp. Ne më mirë shkojmë Fier. Ose shkojmë Ballësh. Shkojmë Ballësh. Ose në Ekal. Ose ne ka komuna më e madhe. Fshati më i largët, sa larg është nga Levani? Fshati më i larg nga Levani është 27 kilometra. Unë jam 84 vjeç dhe të bëhet kjo sot pse u do qefi dikujt për të zvogëluar njësitë si janë për zonat të ndryshme, se e kanë më lehtë ata zotrinjët, se sa më pak të ketë, aq më të majmë ben ata zotrinj që kërkojnë të bëjnë këta. Ju vetë, shkoni do deri në Levan? Jo, kemi të pamundur. Atje do shkoj, që të ngrihemi neve nga këtu, të shkojmë në Levan, në Levanin Samar, janë të nderuar ata. Po kështu është të shkojmë neve në atje, atë do thotin tu nuk ekziston kem njeriu. Në shtëpi kam pasaportën e gjyqit dhe thot Pazait Lanaj, Pazait Aslan Lanaj, i lindu në Cakra dhe këta sot duhet në heqin që këtu, se është drejt. Nuk ka mundësi Cakanjot të venë në Levan, apo të venë në Fier. Është 20.000 banorë, këtu bet një deputet, këtu zvi një deputet. Është turp për ata, jo për ne. Për ne është turp që ju japin votat. Ta banorë këtu meritojnë më shumë, sepse këta janë vina paraardhës që kanë luftuar, vina paraardhës të cilë kanë bërë historinë në Shqipërisë. Kjo zonë, kjo krajinë, kjo trev meriton më shumë. Nuk është tani t'i heqësh Cakranit, gjitha shërbimet. Dhe këta banorë këtu të shkojnë në Levan, kjo është e papranueshme, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Atë që po i bëjnë, thash edhe një herë, Cakranit nuk ja ka bërë asnjë mik që ka kaluar në këtë anë, asnjë pushtues nuk i kanë bërë Cakranit këtë që po i bëjnë këta sot. Edi Rama vazhdon në favorin e tij. Çdo gjë që bën, çdo gjë reforme, çdo gjë administratë, çdo gjë. Pse ne i 25.000 banorë e të vemi në Levan, ne jemi mallakas na quajnë neve. Unë jam dakord, as me Edi Ramën, as me Salin, votën e di unë ku t'ja jap, ama jo dhe kështu që bën. Banorët theksojnë se Cakrani është një zonë me histori dhe identitet të fortë, i përbërë nga 13 fshatra dhe me rreth 17.000 banorë.
Ata e konsiderojnë të pajustifikuar bashkimin e shërbimeve me Levanin, duke e kërkuar rishikimin e menjëhershëm të vendimit. Është e papranueshme që një komunitet kaq i madh mbetet pa shërbime pranë. Kjo është një goditje direkte për banorët, sidomos për më të pambrojturit, shprehen disa prej protestuesve. Banorët paralajmërojnë se do të vijojnë në reagimet e tyre nëse institucionet nuk marrin masa për të adresuar këtë problem. Si pas Instat, është shtuar ndjeshëm në vendin ton dërgimi i remitancave nga emigrantët. Për qytetarët të Vlorës janë pikërisht pagesat që u dërgojnë familjet e tyre nga jashtë shtetit, të cilët janë një mbështetje madhe financiare për ta. Instituti i Regjistrimit të Statistikave nga të dhënat e mbledhura 15 vitet të fundit nxjerr në pa se 117 miliard lek janë dërguar në vendin ton nga remitancat. Shqiptarët në përbot kanë dërguar vlerat e larta çdo muaj, ku mosha që kryeson në marrjen e tyre janë pensionistët. Qytetarët e Vlorës tregojnë se pensionet e vend nuk mjaftojnë as për ilaçe, e për këtë arsye mbështetja e fëmijëve të tyre në emigrim është mos e jetike për ta. Sipas vetë pensionistëve, vlerat që ata dërgojnë janë vetëm sa për ushqim dhe asgjë më tepër. Ku mjafton pensionin çan? Këta na gënjet parë, gënjet dytë. Ai thotë i rrita që nga janari sa ka rritur nuk e di. Po mos kemi fëmijë, si mund të dalësh në pension me 100.000 lekë, me 150.000, me 200. Ju dërgojnë çdo muaj? Po jo më çdo muaj, po. Herë vemi ne se jashtë, herë vinë ata këtu, herë kemi dhe këtu. Po unë që flas nuk kam nevojë për pension për ndihmën e fëmijëve. Se kam pension të mirë vetë. Po në përgjithësi pensionistë janë shtresa më persekutuar. Nuk është pension, është asistencë sociale. Pension nuk quhet. E quajmë ne këtu në Shqipëri pension se kështu tallen ata. Asistencë sepse nuk është pension. Të ardhurat si lekë, ku ja vlen? Unë kam punuar 45 vjet punë shteti. Kur erdhi puna më nxorën në fillim sepse i bënin me porosira pensioni, më nxorën sikur isha kooperativë bujqësore. Dhe mezi pas disa vjetëve vajti 160. Dhe tani 20 vjet pension janë 200 sa. Ku e gjen asgjë kundi në qiell. Fëmijët, sado që të shpresosh, dhe ata atje ende punojnë, lodhen, roptojnë, pavarësisht nga dëshira që kanë për ta ndihmuar. Pa tjetër është bëjnë detyrën e tyre si fëmijë për prindin. Po nuk quhet zgjidhje kjo. Të thash, disa biles s'kan mundësi të ndihmojnë prindërit. Sepse të ardhura që marrin dhe ata andja mund të jenë shumë të pakta. Se mbarën me ç'punë bëjnë. Sa bëjnë asgjë ja për pelitën. Ne këtu në Vlorë zemi do të nga Loran Skel. 100.000 lekë pension, ndihmojnë fëmija me vuajtje. Po e një fëmijë që kam jashtë shtetit. Jo, në mënyrë absolute. Shteti e di, qeveria, ku dim ne jemi këtu. 100.000 lekë marrën. 8 vjetë merr gruaja, 108 vjetë. S'ka tjetër vetëm vdekje. 400.000 lekë të bësh një eko. Tërgojnë 100 euro kur ka dyqin. Si që punojnë dhe ata, qëra bëjnë në vëqë? S'ka përgjese dhe pensionet tjetë në Shqipëri se qaja. Qa doli? Qa doli të thori të thebo? Po kujt ju bë vonë dhe po se dolu? Kujt ju bëhet vonë dhe po se dolu? As kujt? Pse? Me vështirësi, si gjithë fjallë, me vështirësi. Me kursim, me këshu, me këshu. Urdo? Fëmijët ndihmojnë, po ne nuk kërkojmë lekë fëmijëve. Se fëmijët kanë fëmijët e tyre, kanë familjet e tyre. Edhe ata tjerë me probleme janë, se mos janë në mirëqyrje të plotë edhe ata shikojnë me zjerë muajnë të gjithë, me rrogat që ka. Jo, nuk është kjo shpresë. Nuk ka shpresë kështu. Nuk është shpresë për Shqipëri kjo, remitanca. Nuk është shpresa. Shqipëria, shpresa do t'i mbështet tek vetja, tek puna e qeverisë, tek puna e njerëzve këtu. Po ne sot nuk kemi një qeveri brillante, po kemi një qeveri më të mirë se që kemi pasur vitet të tëra. Kështu që, që të dhe? Jo, nuk është realitet. Realiteti nuk është, Shqipëria ka dyshuar shumë. Po, nuk është ajo që duhet. Ashtu, as mirë as keq. Se nuk jemi në atë rangun e atyre që marrin shumë pak. Jemi në mezatar. Si unë dhe ky shoh. Po në momentet që nuk? Tash njeriu kur është i gjallë duhet të lëvizë. Si shumë dhe pak.
Jo, ne pensionistët... Jo, absolutisht. Ka dërgimet e tyre, cilat ato pensionistë? Thash, ky sistem nuk t'i siguron të gjitha. Të krijon mundësinë për të jetuar sistemi kapitalist. Nuk t'i siguron pensionet. Po të shikoni dhe jashtë juve, ka pensione dhe pensione. Sigurohen nga shteti apo nga firmat, individ veçantë, pagojnë dhe një kontribut për të kompensuar pensionin. Ata pensionistë që nuk janë dalin plotësuar. Po, normale nuk është. Nuk Jo, është. dhe të marrë fëmijëve në çikezoshëm. Edhe ata me gjakin nxjerrin ande. Jo, tashi ata po e ngërën dhe atë pak nga pak. Atë të pensionit. Tashi njerë ne mase duam edhe 2 milion, 3 milion, po gradualisht do bëhet. Ai ka probleme për shumë uljen e disa çmimeve për anë e pensionistëve. Një pjesë e qytetarëve mendojnë se zgjidhja nuk duhet të vijë as pak nga fëmijët e tyre në emigrim. Sipas tyre, duhet gjetur zgjidhje nga qeveria shqiptare për rritjen e pensioneve, pasi shumë pensionistë nuk kanë fëmijë në emigrim e përpasojnë nuk kanë me se të jetojnë. Po ata s'kanë. Ore vetë një shpresë se duhet jetë shteti, se shteti është si prindri për fëmijët. Po mirë, po ata s'kanë fëmijë e kemi fjalën. Po mirë, ata e kuptoju. Ata s'kanë fëmijë çatë, po ja plek kanë ngelur, ne jemi ditë, kështu jemi në përpallate nga vetëm burrë e grua. Fëmijët janë larguar, janë në punë të tyre dhe këtu tjenë, kanë hallet e tyre, ka shtëpitë e tyre, ka fëmijët e tyre. Ndërsa shumë prej pensionistëve detyrohen që megjithse kanë vite në moshë pensioni, ende të punojnë. Në emigrim është jetesa e vështirë dhe nuk duhet të presësh nga fëmijët, thon ata. Ne kemi shumë pensionistë, për shembull. Unë jam shofer gjatë kohë hiqja të taksën Majko. Ju punoni ndërkohë? Jo, të shemi pension. Ore mund të bëjmë për pensionistët. Duke thuar që nga ilaçet, që nga analizat, që nga shërbimi i transportit urban apo interurban, këto favore duhet të bëjmë pensionistëve. Unë kam 10 vjetë që kam dalë në pension. Edhe nuk më dilte, sepse më doli pensionin 187.000 lekë. Nuk më dilte as për bukë, jo më për gjithë tjetër. Në gjithë ato gjeta një zgjidhje. Ika në Itali, punova dhe hëngra, as një gjithë tjetër. Po sot në çfarë realiteti? Sot, po jam rikthyer me kursim çdo gjë, me kursim. Pra ato financa që kem mbledhur. Andaj po, me kursim çdo gjë, sepse këtu më vjen keq. Më vjen keq që ju diskutoni këtë. I keni pyetur gjithë pensionistët e kanë marrë atë shtetën që bëri kryeministri? Se unë se kam marrë. S'ka marrë asnjë lek. 200 lekë. Jo, atë 18.000. Edhe 8.000. Kam dalë me pension të plot, plus që na penalizoj nga pensionet që dolëm, sepse u kam punuar në një punë, se punon me të mëndshmit, edhe s'kuptone, jo të punosh me të marrët, ku kam punuar unë, dhe më doli pensioni minimal. Jo, nuk mundet. Unë që kam qenë andej edhe i kam parë, që të mbajnë. Unë nuk e kuptoj me ata prindër që vene ule në kafene dhe presën nga fëmijët. Që fëmijët atje i veshën atletet në orën 7 të mëngjesit e i heqen në 7 të darkës. Pensionistët duhet të mendojnë kur hedhën votën. Kur hedhën votën, duhet të mendojnë. Ata janë, ka një fjalë ana e jugut, ata janë të gjithë njësoj, sepse ata mbrojnë njëri tjetrin. Si Saliu dhe Edi, po ndryshon të Saliu. Ndryshon të Saliu. Këtë vit janë? Jo, nuk janë dërgimet e atyre që punojnë me djers të ballit andej. Ato janë dërgimet të tjera të atyre që nuk punojnë me djers balli, sepse ja unë kam 2 fëmijë, kam 3. Por ta heqëm një sepse është në Greqi, po këta të 2 që kam në Itali. Dhe unë të pres që të më dërgojnë fëmijët, më të mbet helma i leku atyre. Po, punoj. Jam 71 vjeçe. Po, punoj natën, ndihem tek një grua plak. Sipas informacioneve, edhe në 3 muajt e parë të këtij viti, dërgesat nga jashtë shtetit janë më të larta se të një viti më parë. Kontrollet të befasishme nga forcat operacionale të burgjeve është zhvilluar mëngjesin e kësaj të shtune në ambientet e paraburgimit të Vlorës. Mësohet se kontrolli është shtrirë në disa sektor të paraburgimit për verifikime të detajuara në qelite të paraburgosurve, ambientet e përbashkëta si dhe hapësirat e brendshme të institucionit.
Forcat operacionale të burgjeve kanë zhvilluar një kontroll të befasishëm dhe të imtësishëm në ambientet e paraburgimit të Vlorës. Furgona të shumta policie kanë mbritur rreth orës 8 të mëngjesit për të ushtruar kontroll në gjithë këtë ambient, në gjitha dhomat ku ndodhen të paraburgosurit për të gjetur nëse ka apo jo sende të jashtëligjshme. Kontrolli do të vijojë gjatë gjithë ditës, ndërsa pritet më pas të ketë një informacion më të detajuar kryesisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve rreth aksionit të kryer gjatë ditës së sotme në ambientet e paraburgimit të Vlorës. Një kontroll i befasishëm u zhvillua mëngjesin e kësaj të shtunë në ambientet e paraburgimit të Vlorës. Sipas burimeve, forcat operacionale të sistemit penitenciar në bashkëpunim me përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve bëritën në institucion rreth 20 minuta përpara nisjes së kontrollit. Mësohet se aksioni është shtrirë në disa sektorë të paraburgimit, ku po kryen verifikime të detajuara në qelite të paraburgosurve, ambientet e përbashkëta si dhe në hapësira të tjera të brendshme në institucion. Kontrollet synojnë evidentimin e çdo sendi të ndaluar apo shkelje të mundshme të rregullave të sigurisë. Deri në këto momente nuk janë bërë të ditura arsyet konkrete të këtij operacioni, ndërsa burimet jo zyrtare bëjnë me dije se kontrollet të tilla zhvillohen periodikisht në kuadër të forcimit të masave të sigurisë në institucionet e vuajtjes së dënimit. Pritet që në orët të vijim autoritetet përkatëse të japin edhe më shumë detaje lidhur me rezultatet e kontrollit, si dhe gjetjen eventuale që mund të ketë dalë nga ky aksion. Për shtati banesën e tij me qera, për fshehjen dhe përgatitjen e bimëve narkotike, policia ka vënë në pranga shtetasin nga Maqedonia e Veriut, si dhe ka proceduar penalisht 2 bashkëpunëtor të tij. Policia ka zbuluar edhe banesën që 53 vjeçari kishte marrë me qera në lagjen 10 Koriku. Policia e Vlorës ka goditur një rast të shitjes së lëndëve narkotike dhe ka arrestuar në flagrancë një 53 vjeçar si dhe ka proceduar penalisht 2 bashkëpunëtorët e tij. Në një komunikim zyrtar, policia bën me dije se është zbuluar banesa që kishte marrë me qira 53 vjeçari në lagjen 10 Koriku për të fshehur lëndë narkotike dhe për ta përgatitur për shitje. Sekuestrohen nga banesa sasi kokaine dhe kanabis sativa, një peshore elektronike si dhe 3 celular. Në vim të punës intensive për parandalimi dhe goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, pasi kanë siguruar informacion për një rast të shitjes së lëndëve narkotike në qytetin e Vlorës, kanë organizuar punën për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore dhe procedurale, u identifikuan 3 shtetas që bashkëpunonin për këtë veprimtari kriminale. Në vijim të veprimeve për rastin, u arrestuan në flagrancë shtetasi BL, 53 vjeç, banues në Maqedoninë e Veriut. U referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin, AI 31 vjeç, banues në Vlorë dhe KA 27 vjeç, banues në Berat. Shtetasi Maqedonas BL dyshohet se kishte përshtatur banesën e tij me qira në lagjen 10 Koriku për fshehjen dhe përgatitjen e lëndëve narkotike, kokainë dhe kanabis sativa në sasi të vogla për shitje. Gjatë kontrolli në këtë banesë, ku u kapën dhe 2 shtetasit e tjerë, u gjetën sasi të lëndëve të dyshuara narkotike, kokainë dhe kanabis sativa, një peshore elektronike dhe 3 celular, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Vrasja e Endri Goxhaj, gjykata e shkallës së parë Gjirokastër lë në arrest shtëpi e Dani Lelën dhe Aldo Kalemin, duke pranuar argumentat e prokurorisë. Ndërkohë hetimet vijojnë për zbardhje të plotë ngjarjes dhe përfshirjen e personave të tjerë. Vrasja e 30 vjeçarit në Memaliaj, arrest në shtëpi për 2 të arrestuarit. Seanca për caktimin e masës së sigurisë në Gjirokastër ndaj Aldo Kalemit dhe dhëndrit e tij, Dalinela, është zhvilluar me rreth 20 minuta vonesë për shkak të mungesës fillestare të gjyqtares dhe prokurores së çështjes. Gjykata e shkallës së parë vendosi masën në arrest në shtëpi për 2 të arrestuarit, duke mbështetur kërkesën e prokurores së çështjes. Sipas prokurores Aulona Xhira, ngjarja e ndodhur 3 ditë më parë në Memaliaj ka nisur si një konflikt mes 2 personave për të vijuar më pas me përfshirjen e personave të tjerë. Nga hetimet e pamjet e sekuestruara rezulton se viktima Endri Goxhaj ka nxjerr armën dhe ka qelluar disa herë në drejtim të Dalinelait, duke plagosur,
Pas kësaj, dy vëllezërit e Nelajt, Donaldo dhe Marioldo, kanë reaguar duke qelluar me armëzjarrin në drejtim të Goxhait. Pas të shtënave, vëllezërit kanë transportuar Dalinelën drejt spitalit të Gjirokastrës për ndihmë mjekësore dhe më pas janë larguar në drejtim të paditur. Në përfundim të seancës, gjyqtarja Romena Qamo vendosi arrest në shtëpi për Aldo Kalemin dhe Dalinela, duke pranuar argumentet e prokurorisë. Ndërkohë hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe përfshirjen e personave të tjerë në të. Në kuadër të ditës botërore të veterinarisë, Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla ka falenderuar të gjithë veterinerët që çdo ditë janë në vijën e parë të punës, duke luajtur një rol të rëndësishëm si në mbrojtjen e shëndetit publik veterinar, ashtu dhe në funksionimin e zinxhirit të kontrollit ushqimor. Në kuadër të ditës botërore të veterinarisë, Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla shprehu mirënjohjen për trupën e veterinerëve që shërbejnë në terren, duke garantuar shëndetin e kafshëve dhe sigurinë ushqimore në vend. Ministri Salla falenderoi të gjithë veterinerët që çdo ditë janë në vijën e parë të punës, duke luajtur një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e shëndetit publik veterinar dhe në funksionimin e zinxhirit të kontrollit ushqimor. Aktualisht rreth 530 profesionistë kontribuojnë drejt për drejt në këtë sektor jetik, duke siguruar standarde të larta në mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe në garantimin e sigurisë ushqimore për qytetarët. Ministri Salla shprehu mirënjohje të veçantë për veterinerët e Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, veterinerët privat dhe anëtarët e urdhrit të veterinerëve për angazhimin e tyre të palodhur dhe rolin e pazëvendësueshëm që kanë në këtë fushë. Ai gjithashtu shprehu respekt për të gjithë profesionistët që kanë ushtruar dhe vazhdojnë ta ushtrojnë profesionin e veterinerit me integritet ndër vite. Piktori vlonjat Roland Runaj me një ekspozitë vetjake në qytetin bregdetar të Sarandës. Ekspozita e titulluar Palimpsest është vlerësuar nga vizitorët, jo vetëm rrëfim në telajo për mënyrën se si qytetet jetojnë brenda nesh, por si harta rrugësh dhe ndërtesash dhe përjetime emocionesh. Piktori vlonjat Roland Runaj i ka shtuar pranver Sarandës me ekspozitën e tij vetjake, shumë ndryshe nga shumë të tjera. Në ekspozitën e titulluar Palimpsest, piktura shfaqet si një sipërfaqe kujtese, ku çdo shtresë ngjyre ruan gjurmët e një imazhi të mëparshëm, të një ndjesie të kaluar, të një kohë që nuk është zhdukur plotësisht. Autori thotë se këto punë ndërtohen si mbivendosje emocionesh, peizazhesh dhe fragmente personale që lidhen me qytetin e Sarandës. Kënaqësi shumë e madhe që ndodhem sot në çeljen e ekspozitës time personale Palimpsest në qytetin e Sarandës. Ka qenë gjithmonë një dëshirë e kaheshme e imja që të prezantoja punët e mia përpara publikut sarandiot. Ekspozita e sotme titullohet Palimpsest, është një ekspozitë e kopsitur enkas për qytetin e Sarandës, pra janë rreth 40 punë, kryesisht shumica janë bërë për ndjesitë, emocionet, kujtesën, memorien, të gjitha ato që më sjellin ndërmend qytetin e bukur të Sarandës. Palimpsest është lidhet të themi nga pergamenat e vjetra një mbivendosje imazhesh dhe kujtimesh, një histori e re e shkruar në historinë e vjetër, por pa harruar historinë e vjetër. Kjo është edhe ideja që unë doja të shprehja në këtë ekspozitë për të qytetin mrekullueshëm. Punët variojnë, mund të flasim që nga antikiteti i lashtë, që para Krishtit madje, mund të flasim për një periudhë të fëmijërisë sonë, mund të flasim për aktualitetin që ne po jetojmë, por gjithashtu me sy gjithmonë drejt ardhmës. Siç thash, janë 40 punime të teknikave mikse, kryesisht, formatet janë të mëdha, pastaj ndjesitë janë të ndryshme, çdo punë është një puzzle që mund ta lidh me këtë ide të palimpsestit. Ata që patën rastin ta vizitojnë të parët ekspozitën e çelur mbrëmjen e kaluar në qytetin bregdetar, panë se Saranda e vlonjatit Roland Runaj nuk paraqitet si kartolin turistike apo si pamje i qartë dokumentare. Për piktorin Lefter Çeko, që është edhe organizator dhe kurator i ekspozitës, gjithçka vjen si përjetim i brendshëm, det si masë e thellë blu që përthith kujtimet, drita si shpërthim që zhduk konturet, rrugët si trajektore që rikthehen në mendje, objektet e përditshme si relike intime të jetës urbane dhe bregdetare. I frymëzuar, i përgatitur këtu e një vit më para që ka bërë kërkesën për të qelur këtë ekspozitë, që veprat e tij mbartin atë memorie, atë gjithë kulturën, kujtimet
Pra është një dedikim për qytetin e Sarandës dhe në tërësi. Duke filluar që nga antikiteti, nga lashtësia, deri në ditët më moderne. Dhe kjo duket shumë bukur në tablote më dha, në tablote vogla, pra format simbolike, pikturimi dinamik i ngjyrave, i dritës, i hijes, çfarë turisti shikon këtu dhe gjithmonë e promovon, i gjejmë tek veprat e Roland. Në këto kompozime, figuracioni dhe abstraksioni bashkëjetojnë në tension krijues. Ato karakterizohen nga penelata energjike, rrjedhje spontane dhe shterime të dendura, duke e krijuar një ritëm vizual ku e dukshmja dhe fshehura alternohen vazhdimisht. Ekspozita e titulluar Palimpsest është kështu si një rrëfim në telajo për mënyrën se si qytetet jetojnë brenda nesh, jo si harta rrugësh e ndërtesash, por si përjetim emocionesh. Në pikturën e Roland Runajt, kujtesa rikthehet në fragmente, në ngjyra, në aroma, në dritë, në zhurmën e detit, apo edhe në heshtjen e një nate buzbrekut. Duke ndjekur këtë prirje, punët e ekspozitës së sjell në Galerinë e Sarandës shfaqen dhe pëlqehen, pasi ato vinë si një rrëfim poetik. Në qytetin e bukur të Sarandës, kjo ekspozitë rikthen marrëdhënien mes vendit dhe kujtimit, mes syrit dhe shpirtit. Palimpsest është një ftesë për të lexuar shtresat të padukshme të një qyteti si Saranda. Flamurtari dhe Partizani nisin këtë diel përballjet në luftën për titullin kampion në basketbol për femra. Takimi i parë do të luhet në Vlorë, ndërsa cilësohet mjaft i rëndësishëm për ecurinë e finales për vet objektivin që Flamurtari synon, titullin kampion. Flamurtari dhe Partizani nisin këtë diel përballjet në luftën për titullin kampion në basketbol për femra. Takimi i parë do të luhet në Vlorë duke nisur nga ora 19 ditën e diel, ndërsa cilësohet mjaft i rëndësishëm për ecurinë e finales. Flamurtari siguroi kalimin në finale pasi eliminoi Studentin, ndërsa Partizani kaloi Tiranën. Për basketbolistët e Flamurtarit, Brikena Muçenji dhe Bernarda Reshpja, ndeshja e parë shumë e rëndësishme për ta nisur serinë në mënyrën më të mirë. Sipas tyre, Partizani është një kundërshtar i vështirë, por Flamurtari ka si objektiv të vetëm titullin kampion, sidomos pasi ka kryesuar gjatë gjithë sezonit. Ato gjithashtu bëjnë thirrje dhe sportazëve Lonjat për mbështetje maksimale ditën e diel në Pallatin e Sportit Flamurtari. Dihet që ne synojmë fitoren dhe pse jo besoj se do t'ja arrim. Ne kemi bërë një rrugëtim shumë të gjatë ku i kemi fituar gjitha ndeshjet dhe besoj që do ja arrim qëllimin ton. U bëj thirrje të gjithë tifozëve që të vinë të na mbështesin dhe të jenë ata pjesë e emocioneve tona. Partizani si e shkon Partizani? Është një kundërshtar i fortë, pasi vjen pas 3 fitoresh në play-off dhe besoj që dhe ato e synojnë titullin kampion, kështu që ndeshja do jetë shumë rivale. Ndeshja është shumë e rëndësishme, ne synojmë të fitojmë, kështu që do të jetë një ndeshje shumë e bukur dhe shpresojmë dalim kampion sigurisht. Ta nisish me fitore këtë luftim padyshim që shumë e rëndësishme apo jo? Po, shumë e rëndësishme. Ndeshjet janë të vështira, kështu që ne do të japim maksimumin ton. Partizani si shkoni? Partizanin e shohim një ndeshje shumë bukur, vështirë, kështu që me këtë rast kërkojmë mbështetjen e gjithë publikut të Flamurtarit, dashamirësit të sportit, i ftojmë të marrin pjesë në ndeshjen dielën edhe që të arrijmë atë qëllim që kemi gjithë bashku, dalim kampion. Flamurtari Partizani luhet kështu të dielën në orën 19, ndërsa për titullin kampion janë parashikuar 5 takime, teksa kush fiton 3 shpallet edhe kampion për këtë sezon. Ju falenderoj dhe përshëndes. Miropafshim.